Unë nga Zima Higuera ju përshëndes nga Zvicra. Zonja Prenda, mirë mbrëma dhe mirë se vini në emision. Mirë mbrëma për ju, zoti Gzem. Mirë mbrëma për ju të nderuar dëgjues të Radios së Bilave të Veriut. Është kënaqësi të jemi me ju sonte në këtë fillim muaji, pikërisht në datën 1 shkurt, duke ju uruar një muaj plot shëndet, suksese, mbarësi dhe realizime po ashtu. Është kënaqësi që sonte kemi të ftuar në valët e kësaj radioje një poete e cila me kënaqësi e ka pritur të jeni me ne në këtë emision dhe ne urojmë që brenda kësaj kohe të shpalosim të arriturat tuaja, punën, sukseset, gjithsesi në krijimtari, pra kemi fjalën, sepse dim se ju jeni poetë dhe shkrimtarë dhe keni krijuar mjaft libra. Pra brenda kësaj kohe do të përpiqemi që të bëjmë një shpalosje të gjerë të krijimtarisë suaj. Por kush është Ymrie Beqiri, neve do të vazhdojmë në vazhdim dhe fjalën e ka zonja Prenda të na lexojë një biografi të zonjës Ymrie Beqiri. Faleminderit zoti Gzem, po, me kënaqësi. Kush është poetja Ymrie Beqiri, çfarë përfaqëson fjala e saj, çfarë universi letrar bëhet krijimtaria e saj, po ashtu këto dhe shumë të tjera do të shpalosim së bashku gjatë këtij emisioni. Ymrie Beqiri, fjala si kujtesë, jeta si dëshmi. Ymrie Beqiri lindi me 25 gusht 1971 në Dubovë të Vushtrisë, në një hapësirë ku koha nuk matet vetëm me vite, por me kujtesë. Që në fëmijëri fjala u bë strehe mendimit të saj, ndërsa poezia, në mënyra më e natyrshme për të kuptuar botën, kujtesës personale dhe asaj kolektive. Atzeu, vendlindja, qyteti i vjetër i Vushtrisë, dëshmorët dhe fëmijët, janë jo vetëm tema letrare, por shtylla filozofike mbi të cilat ajo ndërton mendimin e saj krijues. Puna e saj shumë vjeçare me fëmijët në kopshtin Koleja nuk ishte thjesht profesion, por filozofi e jetës. Aty ajo mësoi se njeriu formohet që në fjalën e parë dhe se ardhmja fillon nga edukimi i butë i shpirtit. Letërsia për fëmijë në këtë kuptim nuk është zhanër dytësor në krijimtarinë e saj, por akt shpresë dhe besimi në vazhdimsinë njerëzore. Si punonjësi i bibliotekës Naim Thrashëri dhe më pas i bibliotekës shkollore Ymrie Beqiri e ka parë librin jo si objekt, por si qenie të gjatë, si barkus të kujtesës dhe ditë. Librat e saj, poezi, romane, monografi janë dëshmit një mendjeje që refuzon heshtjen përballë drejtësisë dhe harresës. Veçanërisht monografit kushtuar fëmijëve, grave dhe dëshmorëve të luftës të Kosovës janë akte morale ku shkrimi shndërrohet në përgjegjësi historike. Në poezinë e saj koha është kundërshtar dhe bashkëpunëtar. Ajo përpiqet ta ndalë, ta pyes, ta sfidojë, por të ta kuptojë. Titujt e veprave të saj flasin vetë, harresa, vend, dashuria, pragat e kohës, janë koncepte filozofike të përkthyera në vargje. Për Ymrie Beqirin, poezia nuk është arratisje në realiteti, por mënyrë për ta përballuar atë me dignitet. Fjala e saj ka gjetur edhe zërin e muzikës, duke shndërruar në këngë, çka dëshmon se poezia vërtet nuk mbetet e mbyllur në faqe libri, por kërkon të jetojë mes njerëzve. Edhe trimi, si formë tjetër shprehjes artistike, plotëson figurën e saj krijuese duke bërë mendimin të mishëruar në zë, trup dhe emocion. Ymrie Beqiri është shkrimtare e kujtesës dhe e ndërgjegjes. Ajo shtruan për të mos harruar, për të mos u pajtuar me heshtjen dhe për të dëshmuar se fjala kur lind nga e vërteta bëhet formë rezistente. Në filozofinë e saj krijuese, njeriu ka vlerë vetëm atëherë kur harron rënjët, kur e mbron fëmijërinë dhe kur e thot vërtetën, edhe kur ajo dëmë.
Faleminderit zonja Brenda, faleminderit që sollët një pjesë të biografisë së zonës Ymri Beqiri dhe ne do të fillojmë me pyetje për të zbërthyer pak edhe vetë zonja Beqiri. Sigurisht janë pyetje të hyrë se zakonisht te krijuesit flitet gjithmonë për pjesën e hershme të jetës. Zonja Beqiri, edhe njerë mirë se vini në radion tonë. Si ndjeni sot që po flasim për rrugtimin tuaj letrar dhe artistik, dhe a mund të na tregoni pak për fëmijërinë tuaj në Dubovc të Vushtrisë dhe ndikimin që ajo ka pasur në krijimtarinë tuaj? Vërtet i nderuar, në sa që flas kam shumë emocione për arsye se nganjëherë nuk i besoj atë kohën që kam mund të arritur të realizoj artën time. Sepse vërtet ka qenë një rrugtim shumë i vështirë. Kur thamë i vështirë, ka qenë fshati Dubovc është në periferinë të qytetit Vushtrisë edhe është rrezet Qavicës. Ka qenë një rrugtim shumë i vështirë për shkollen, mandej ka vetë koha në kuptuar koha e kupimit, devitet, koha problemet punë bazë mësimi, që ka qenë bara me madhe në lesionizans, dhe e fundit dhe sa kemi orë dhe të dhjute e orë të shkolla. Mirë po, asë njerë, në fakt, të më qenë pak një të të më bërës, asë njerë në të më bëzohë, të të më bëzohë, në realizohë një. Edhe se ka e thamë, ka ik pak, ka një disa vite që mirë po, që prapë, ndohë të bojmë matë mirë në mëshme, për me lumë diçka në do pasë, Ju keni filluar të shkruani që në shkollën fillore. Çfarë ju shtyrë drejt poezisë në moshë të hershme? Dhe a keni ndjerë gjithmonë shkrimin si thirrje apo si nevojë shpirtërore? Të thëmë drejtë, kur kam fillu si në shkollën fillore, pak ka qenë fillimi së në gjinjë, së mund të maja ka qenë në gjinja shpirtërore, që edhe shtytje, zakonisht kur më ishin orë letrare apo ditore, përgjithshëm sa dans, edhe nuk e di. E kam dashur këtë pjesë dhe ka qenë gjithmonë ka qenë vargu im që ka lind momental. Si për vendindjen, për natyrë, për shkollën, për adhurimin. Kjo ka qenë. Zonja Brenda, keni pyetje ju? Poezi tuaja prekin temat forta si atë u dëshmorët, qyteti i vjetër i Vushtrisë dhe fëmijët. Pra, ku e gjen Ymria gjithë këtë frymëzim? Dhe në tërësinë e saj, çfarë ka qenë poezia në vetvete për ju? Dashur Brenda, të kalosh këtë rrugtim i jetë edhe të jesh gjatë këtë kohës e luftës në Kosovë dhe moslimit të vargu për dëshmor, për vendindjen, për ardhëron, është e pamëjshme. Mandej puna, angazhimi në kupën e fëmijëve që kanë punuar në nivel 2, do të thotë ato patjetër që e ke gjithë frymëzimin në mesin e financave. Nuk e mujt me i vargut, ndjenës, sepse çdo ditë i has nga botëtinë e me dhe rritë. Edhe me do mos ka linë vargu dhe shkrimet për ta. Faleminderit. Sa e rëndësishme është për ju kujtesa historike në krijimtarinë letrare dhe cila temë ju dhëmë më shumë kur shkruani dhe pse? Tema më ndjeshme edhe që jam shkryt shuj edhe më duket si kur gale në puna me të bëjmë atë sa duhet të bëjmë, është tema për adhurimin dhe për dëshmorët e për njerëz që ka do kontribut për këtë tokë. Po do të gzim? Gjithsesi, ju si që dini neve nga radio jo në podcastin tonë, si vjetë kemi shpallur këtë viti i letërsisë për fëmijë, dhe me përkushtimin tonë do të përpiqemi që të japim kontribut pikërisht në këtë drejtim dhe në këtë zhanër, sepse është goxha i vakët në krijimtarinë e krijuesve
në përgjithësi në krijimtarinë e krijuesit shqiptar dhe pikërisht dua të dal tek letërsia për fëmijë. Keni punuar mbi 21 vjet me fëmijë dhe keni botuar disa libra për ta. Çfarë ju lidh kaq fort me botën e fëmijëve? Libri më i ri për fëmijë, në përshkronja do shëtis, çfarë mesazhi përcjell për lexuesit e vegjël? Në përshkronja të shëtis, është një libër të thënë drejtën në forma vetare. Mund ta prezantoni përpara kamerës sepse ne Poshtë në shpinën e librit. E gjithë kopërtin, bravo. Sepse secila shkruajnë e alfabetit do të thotë e ka edhe poezinë e vet. bukur. Mandej pjesa e dytë është cilët janë poezi për fëmijë. Një gjetje e bukur për fëmijët. Kurse në koftin ku kam punu, u quajt Folia ime, edhe kontaktet me fëmijë, lëvizjet, bashkëpunimi, takimi me mësuesit, do të më ka bënë të dalë edhe me librin Rrëfenja, Folia ime, kom quajt që ka qenë edhe kofti Folia ime. Po në libër i kam personazhin fëmija e koftit, të cilit dikush nështë takimin me mësuesen, loja me shoqen në grupe, vizitat në qytet, rrugtime të tjera, kështu që edhe ky libër i takon Folia ku kam punuar. Bukur, lumt, se Faleminderit shumë. Kam një bukur se sa të shkruash për të ardhmen e kombit, sepse ju krijoni pikërisht për atë pjesën më vitale të shoqërisë, e cila nesër do jenë liderat tonë. Brenda, fjala për ju. Faleminderit. Me mbi 27 libra të votuar. Si përjetoni këtë rrugtim kaq të pasur krijues dhe a ka ndonjë libër që ndjeni më personal se të tjerë? Pra diçka që në gjithë këtë krijimtari është ndonjë nga ato libra që të tërheq më shumë. Për të ndryshme normal. Kam në titujt ndryshëm zakonisht në ave që folëm më herët që kam prekt vendimin e natyrës, mirë po librin që edhe du, edhe ndjej, edhe kam dhimbje, i kam në librin për fëmijët e vrarë të Komunës së Vështres. Këto janë 77 fëmijë të vrarë gjatë luftës në Kosovë, në qytetin tonë Vështrem, që kam në qujtë edhe 77 krypusje lirie. Këtë libër nuk e di që atëm. Zëme Brenda, do të kthehemi tek poezia. Mund ta lexojmë ndonjë poezi ju? Me siguri keni nga materialet që kemi përgatitur. Po patjetër, vetë një lutem një sekond. Po, gjithsesi. Në fakt, nga poezitë e mrijes, nëse ne vim në atë reportor, nëse mund ta quaj kështu, do mbetesh brenda për të lexuar një javë, por kemi përzgjedhur disa nga. Faleminderit ju dhe zonjës që e kemi të ftuar. Baba na fal. Baba na fal trullin që i braktisëm. Atje ku dikur hëna na përpunte, ku zëri yt siera na letatonte e buka e nënës aromë rushi kishte. E lamë pragun e kurët dhe oborin. Unisëm pas dritave që shpirtin së ngrot. Na mori jeta me premtime të kota, na humbi rruga në metropole të huaja. Në çdo stinë në bakë, një kujtim më flet. Një buri trullit vjetër ngjallin me mallin më ngjall, m'falni. Ti ndoshta pret me heshtjen në derë, ti një listë që nuk lodhet nga erat e forta. Baba, na fal që së kthyem më kohë. Truallin e lam pa zërin ton, por zemra prap te tiullët ton, që rënjët nuk vdesin, veç lute në marë. Në mrije beqiri.
Faleminderit zonja Brenda. Faleminderit ju, do sjell edhe një tjetër poezi ku titullohet Kur era flet me zërin tënd. E shoh, pas ke mbetur një soj, ti dua thinjat, zërin e ngrohtë. Në sytë e tu rrjedh një det i vjetër, ku koha hesht dhe dashuria flet nga dalë. Rrugët i njohin në hapat e tu, çdo qoshe mban një kujtim tëndi. Dhe unë se këmi në stinën e parë, të kërkoj aromën në muskun e mbrëmjes. Mos u fsheh pas viteve, dashuri, se s'ka thinj që e mbulon shpirtin. Kur ri pranteje, më duket se koha më fal pak rini për çdo përqafim. Dhe tani, në këtë stinë të qetë, s'ka mbetur as fjalë, as sang, as pritje, vetëm dy shpirtra që kuptuan më në fund, se dashuria s'vdes, vetëm ndron formë. Ti ecë nga dalë në rrugën tënde, unë mbetëm këtu, në hijen e kujtimeve, dhe kur era më redhatën flokët, më duket sikur më flet përsëri me zërin tënd, që s'ka thinja në kujtime. Ymrie Beqiri. Faleminderit Ymrie për këto vargje kaq të bukura, plot emocion. Faleminderit e nderuar, që i japi. Do të kalojmë nga poezia përsëri në një aspekt tjetër të zhanrit të krijimtarisë, pra tek monografitë dhe memoria kolektive. Ju keni shkruar monografi shumë të rëndësishme për dëshmorë, fëmijët dhe gratë e vrara gjatë luftës. Çfarë përgjegjësi e ndjeni kur shkruani për këtë tema dhe si përjetoni emocionin e ballafaqimit me historinë e dhimbshme të luftës së I nderuar gëzim, të thënë drejtën, edhe kur kom pas promovimin e librit, këto fjalë kom pas sepse kur kom filluar me mbledh materialin, kam ndodhur dhimbjen me secilën familje, do të thotë me secilën varg, me secilën non, saqë kur kom marr materiale, kom mbledh fotografi, diku në edhe kom sa pas fotografi për shembull për të vënë në libër, do të thënë drejtën, me këta fëmijë më ra, me këta fëmijë më zgjumë me nxes në këtë dhimbje edhe me lot. Mirë po i bona lehtë vetës dhe i vetova që duhet patjetër të bëjmë këtë libër, se në fakt koha e bën vetën edhe historinë për se çka ka ndodhur në popullin tonë. Do të thotë që nuk janë kursy as mitin e djetë. Edhe s'paftë të bëjnë një vëqeti, të bëjnë një përmbledhje, ka qenë shumë e vështirë, të thamë sinqerisht, ka kushtuar edhe më shëndet. Ju kuptoj plotësisht tu, sepse duke qenë vetë pjesë e kësaj pune, pra sigurisht edhe monografive që edhe unë vetë kam bërë këto, unë shpesh miqve të mi u kam thonë, nëse për ju ka përfunduar lufta në vitin 2000, për ne krijuesit nuk ka përfunduar. Ne ballafaqohemi çdo ditë dhe përpiqemi të mbledhim çdo pikë gjaku ku ka rënë për të arkivuar në librat tonë. Pra, unë e them këtë nga përvoja ime, sepse edhe unë kam shumë monografi të krijuara, sidomos për luftën në Vrrinje Prizren, pra në rajonin në pjesën jugore të Kosovës. Dhe kjo më bën ta ndjej këtë që e thoni ju, se ndoshta edhe në shëndet na ka kushtuar, këtë pak njerëz e dinë, sepse njeriu kur punon me përkushtimin ndjen nga brenda shpirtit ato, siç e kemi ndjer nga brenda shpirtit çështjen kombëtare shqiptare të shqiptarëve përgjithsisht në okupimin jugosllav që kanë qenë dhe deri në çlirimin e pjesëshëm të tyre. Ju faleminderit për këto që na ofruat, zonja Ymrie. Zonja Brenda, për ju edhe një poezi do të kërkoja përpara se unë të kaloj në një analizë të poezisë së zonjës Ymrie Beqiri. Në fakt unë do doja ta pyesja. Po, sigurisht. Brenda, para se ti lexoja poezi. Zonja Ymrie, mbi 25 këngë tuaja, tashmë 25 poezi tuaja tashmë janë për kë. Si ndihesh ti kur i bën ato të këndohen dhe a mendon ju se poezia kur këndohet jeton më gjatë? Të thënë drejtën, nuk e di atë ndjen, ndoshta tham edhe
lidhet libri, jetën gjatë, mirë po dhe konga në fakt, aja fletë vetë, nështë se di, rrugëtimet e jetës dhe lodhja, kanë janë abonë edhe atë ndjesin të kemë të shumë shumë normale. Dhe me thënë ty të pëlqen shumë vajshmëria, duam apo nuk duam? Duam, unë jam mënyrës për jetimit, mund të them. Po. Një tjetër poezi e zonjës Ymrie, ti, të më dëgjon. Në mbrëmje të vonë, kur drita iken, një zëmës gjanë dhe pse ti si pranë? Në murin bosh hapat tua ngjiten, si kujtime spëlën të marrë frymë. Unë flas me ty në mendjen time, të shkruaj letra që si lexon, ti je stuhi në shpirtin tim, ti edhe pat që së gjej më dot. Në kitarën time akordet thyhen, çdo tingull më tek ajo natë, ti the do kthehem, por sytë të ngrin, si pasqyrë që duron të vërtetën. Sikur një herë të më qëndroje pranë, do shihje se koha s'ka shëruar plag, sytë e mi flasin ende për ty, edhe kur hesht, edhe kur bërtas. Si ta shpjegoj këtë mallë që më djeg, çdo fjalë që s'ta thash, në heshtje të kërkoj në ëndra të shoh, por ti më dëgjon. Do sjell dhe një tjetër poezi, Lapsi dhe Emri i. Faleminderit. Na rrethuan hijet e armët, na numruan frymet, jo njerëzit. Na morën që kishim në duar, por frikën se gjetën dot në shpirt. Në xhep mbaja një laps të vogël, një copletë shpresë të fshehur, me dorë të dridhej, por zemër që së thye, shënova numra për te i kufirit. Në rrypin e belit të tehurazi, u gdhendra shifra si lutje, që dikush të dim të ku ishin, nëse errësira në merr të peng. Pastaj, shkruva emrin tim, jo nga frika, por nga dinjiteti. Nëse plumë do më talë me fjallën, emri im të fliste për mua. Lapsi u bë dëshmitar e lufte, letra varë ose shpëtim, unë mbeta gjallë për të treguar se edhe një luft, njeriu mbeti njeri. Faleminderit zonja Prenda, faleminderit për poezitë që na sollo dhe kjo më ndihmë. Të bukura rënqese, këtë mesazhe. Kjo poezi kam shkruar gjatë luftës, kur kanë qitë në kolon, na i kanë marrë të gjitha çka kem pas me vete, edhe kam menduar se na qesin jashtë kufirit për Kosovë, e atëherë kom marrë rrypin e pantullonave dhe kom shkruar numrat të telefonave familjarëve që kom pas jashtë kufinit, që në çdo rast të lajmërojmë dikon se ku jem, ose e kom pa të rrugës edhe të shënoj emrin në mbiemrin, në qoftë se vritëm, s'paku të identifikohemi si person pushime dhe që ka jemi. Do të kjo poezi ka qenë kolonës gjatë luftës në kanë qitë barbarët serbë që kanë bërë kontrolën. Një rrëfim shumë rënqethës, që sigurisht e poezia e artikulon bukur dhe e ruan në kujtesën e vetë edhe më gjatë. Unë do të ndalem pak në një analizë të një cikli të poezive, pra nga të poezi që kemi pas mundësi të kemi këtu dhe ne kemi bërë sigurisht një analizë për të zbërthyer paka shumë krijimtarinë tuaj. Analizë ciklit të Ymri Beqirit, kujtesë, faj, heshtje, dashuri, rënje. Cikli poetik i Ymri Beqirit paraqitet si një rrëfim i brendshëm i pandar, ku poezitë nuk qëndrojnë si njësi të veçuara, por si faza të një përvoje të vetme shpirtërore. Ky cikël lëviz natyrshëm nga rënjet familjare drejt vetë ballafaqimit, nga heshtja mbrojtëse drejt dashurisë së pjekur, duke ndërtuar një filozofi poetike të bazuar në kujtesë, faj, mall dhe falje.
Në qendër të ciklit qëndron njeriu që është larguar, jo vetëm fizikisht nga vendlindja, por edhe shpirtërisht nga vetja e tij e dikurshme. Figura e babait shfaqet si bosht moral dhe simbol i origjinës. Kërkimi i faljes nuk është thjesht një akt emocional, por një ndërgjegjësim i vonuar për braktisjen e rënjeve. Trulli, pragu dhe oborri nuk janë vetëm hapësirë konkrete, por shenjë identitare që mbart kujdesën kolektive. Largimi drejt dritave që shpirtin ngrohin krijon kontrastin mes botës së huaj dhe atë dheut shpirtëror, duke nxjerrë në pas vrastësinë që lind nga shkëputja. Ky mall i jashtëm kthehet shpejt në gjyq të brendshëm. Poetja vendos veten përballë ndërgjegjes duke shpërbërë subjektin lirik në role të shumëfishta. Heshtja, frika dhe dashuria dhe ëndrat e lëna pas shfaqen si akuzë, por poezia nuk synon ndëshkim. Përkundrazi, ajo çon lexuesin drejt idesë se ndjeshmëria nuk është faj, por plagë njerëzore. Vetfalja bëhet akti i çlirimit nga një formë e lartë e drejtësisë shpirtërore. Heshtja si motiv qendror i ciklit shfaqet edhe si mbrojtje, derisa nuk hapet trokitja që refuzohet dhe drita e vogël e ndezur flasin për shpirt të lodhur nga premtimet e zbrasta. Këtu dashuria nuk mohet, por fitohet. Poetja kërkon një komunikim pa zhurmë, pa fjalë të mëdha, ku prania të mos sjell plagë të reja. Jo tregon një pjekuri emocionale ku njeriu mëson të ruaj kufitë e vetes. Në kontrast me këtë tension të brendshëm, poezitë kushtuar nënës sjellin qetësi e përkatësi. Një filxhan kafe, duart e lodhura dhe vështrimi i butë krijojnë një univers ku koha ngadalësohet. Nëna shfaqet si burimi i ngrohtësisë së përhershme, si vend ku njeriu ka nevojë të justifikohet. Këtu poetja shpreh bindjen se lumturia nuk qëndron në largësi apo luks, por një thjeshtësi e dashuri të pakushtëzuar. Dashuria romantike në këtë cikël nuk idealizohet. Ajo paraqitet si mungesë, si dialog i njëanshëm dhe si mall që nuk gjen përgjigje. Kujtimi, muzika dhe nata shpërbëjnë si ura komunikimi me njëri tjetrin që nuk dëgjon. Po në vend që të shëroj, thellon plagët duke treguar se disa ndjenja nuk zbehen, por vetëm ndryshojnë formë. Në poezinë përmbyllëse, dashuria arrin një stad pajtimi. Thinjat, vitet dhe heshtja nuk janë më kërcënim, por dëshmi e një rrugë të përbashkët. Dashuria nuk kërkon më zotrim, por premtim, por prani të qetë dhe mirëkuptim. Ajo shndrohet në kujtim të butë me zë ere që nuk lëndon, por ngushëllon. Në tërësi, ky cikël poetik është një reflektim i thellë mbi njeriun bashkëkohor që jeton mes largimit të përkatësisë, mes fajit dhe faljes, mes heshtjes dhe dashurisë. Poezia e Emri Beqirit nuk kërkon zgjidhje të mëdha, por ofron të vërteta të ndjera duke dëshmuar se fjala poetike mund të jetë një formë e qetë rezistencës ndaj arresës dhe një mënyrë për të ruajtur dinjitetin e shpirtit. Neve kaq kishim për këtë cikël dhe zonja Prenda tashi ju mund vazhdoni me pyetjet e radhës. Unë nëse doja cilja një poezi, një kafe me nënën të shkruar po nga poetika e ymit. Kuptohet se dashuria e fëmijës është e pafundme për prindrit, por sidomos për nënën nuk ka skaj. Një kafe me nënën time. Në oborin ton, qetja flet me erën. Ku bilbilat këndojnë bilisin e vjetër, ulem me nënën pranë dritares, ku zjarri zërës nuk shuhet kur. Një filxhan kafe me pumë të lehtë, e sjell me duar të lodhura plot rruga. Duar që kanë mbjell e kanë gatuar, na ushqyen e na kanë rritur. Flet pak nëna, si gjithmonë. Më shikon si dikur më vështrim të ku lodhë liqë. Më pyet lehtë, si ku lodhin të shifte, peshtekun. Pafja ngrohet, i dridhen atë duar, botën e vogël, shpejt ikën koha. Ndërsa plasin për bukën e dimrit, këngët rreth të gjakut,
ku I dëgjoja. Kënga e saj s'është aq e fortë, por ka diçka që kurrë zvelitet. Ajo ngrohësi që më rrin si çdo herë, e heshtje që gjithçka më thot. S'kam nevojë për luks. Botën e largët, një kafe me nënën, më fal gjithë botën. Në fshatin e vogël, ku zemra më thërret, aty është parajsa, që gjithmonë më pret. Mërje beqë dhe kafja me nënën. Faleminderit, Ana. Faleminderit, Zonja Brenda. Përveç, Po? ju jeni edhe aktore. Si të thuren këto dy botë artistike të kjo dhe ajo ndihmon përvoja si aktore në ndërtimin e personazheve letrare. Para se filloj me aktrim, kam fillu me letërsi. Mirë po, gjatë rrugtimit shkollës fillore, gjithmonë kujdestari i klasës nga ka pyet se ju vajzat kush do filloni shkollën e mesme, ose në të ardhmen ëndrën e juve, e nuk I di, unë gjithmonë kam dashur edhe më përgjigj se ëndra ime është aktrimi. Mirë po, se kom pritë asnjëherë që kam mujt me realizu këtë ëndër. Vitet e fundit tash kem bënë një film edhe kjo ka qenë është ngjarje e luftës, debime, dhënime, masakra. Unë jam rolin e nanem me fëmijë. Mirë po edhe pjesë tjera tregime popullore, kështu që më ndihem mirë kur e kam realizuar ëndrrën time, edhe aktrimi është një pjesë që flet gjallë për ngjarjet, për rrugtimet, për pjesë të luftës, tash dhe do të thotë gjithmonë në aktrimi pjesë të pjesë lënë një mesazh shumë të qartë edhe të gjallë tek ne. Nëse gjithçka fshihet në këtë botë, mbi kushtet, pra mbi këtë aktivitet të rëndësishëm që ju keni luajtur. Kur të fshihet gjithçka, cila do ishte pjesa që ju do doni kur të fshihet aktimi që ju keni luajtur? Këtë filmin Bomba që kemi luajtur filmin ngjarjen e luftës, do të thotë u bëni parapërmbledhje komplet të ngjarjes prej para luftës edhe mbas. Çfarë bën shumë të rëndësishëm këtë rol? Është të rëndësishëm se kom përshkruar tamam rrugtimin e nënës shqiptare, kujdesin ndaj fëmijëve, ushqimin edhe mbrojtjen gjithmonë. Do të thotë këto detaje jeni përkujdesur vetë apo ka qenë dikush tjetër tekst shkrues si dhe autori I rolit tuaj? Po regjisori është një regjisor I njohur Gjems Fetahi, mirë po kam qenë vetë pjesë e luftës edhe di çish kanë qenë në debimet edhe në kolona masakrat e stadionit edhe ne kam përzgjedhur këtë pjesë rolin e nënës edhe më ka pranuar me shumë dëshirë edhe ja kam arritur. Me rëndësishme. Faleminderit që vërtet ju jeni të aktrimit dhe sillni si lajm, ta them, nga podcasti ynë për të gjithë ata që ju nuk ju njohin, dhe tutja ata do ju ndjekin në YouTube-s kryesisht. Po zoti Gzem? Sigurisht se puna, krijimtaria dhe aktiviteti juaj kanë patur edhe çmime dhe vlerësime, qoftë nga miq, qoftë nga asociacionet e ndryshme apo grupet e ndryshme, por edhe nga shoqatat dhe shoqëritë e ndryshme. Dhe kur jemi tek çmimet dhe vlerësimet, jeni nderuar me shumë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Sa ndikojnë këto vlerësime në motivimin tuaj dhe a mendoni se letërsia shqipe po vlerësohet sa duhet? Të thëmë drejtën, nga njëherë jam edhe pak e shgënjur se tham nuk vlerësohet atë sa duhet, jo që flas nga vetja se nuk vlerësohet, mirë po shoh disa meshtjarë që vërtet kanë varg të poqeshëm edhe shujnë madhërishëm, mirë po nuk vlerësohen. Dhe disa pjesë edhe vlerësu jam shumë falënderuese, mirë po këto e kam ëndër edhe jam një tip njeriu që I synoj ëndrat e mia dhe në qëndroj fuqishëm gjithmonë të realizoj qëllimet e mia. A me çmim apo pa çmim, ne duhet të shkruajmë, duhet të lojmë çka për të ardhmen, për gjenerat që vijnë,
një dëshmi se gjithmonë neve popullit tonë na ka kushtuar gjithmonë që s'kem shkrujt edhe s'kem lanë për gjenerata që vinë. Faleminderit, zonja Emry, unë pajtohem këtu me ju, sepse duke qenë edhe vetë krijues, edhe zonja prenda vlerësimi sot në shoqërinë tonë, pra sikur tek krijuesit ka ngecur goxha fort dhe ekziston më tepër sot në përgjithësi përkushtimi në politikë dhe sikur politika i është bërë një lloj çadra apo ombrellë, siç themi, dhe hije gati pjesës së kulturës në veçanti e sidomos krijimtarisë. Pra, krijuesit janë memoria e popujve në botë, pra memoria e inteligjencës, dhe ata sot nuk çmohen, por ka tjera prioritete në botë dhe sigurisht duke i parë këto prioritete, pra edhe krijuesit nuk çmohen sa duhet. Unë pajtohem plotësisht me ju. E në veçanti në Ballkan, pra injorohen. Neve vetë jemi autor shumë librave dhe e dim se sa vlerësohemi dhe sa çmohemi, sa lexohemi. Pra, më shumë ofrojmë media, spektakle të ndryshme e gjëra tjera, gjë që nuk mëson asgjë njeriu pa duke anashkaluar pra librin që shumë pak po lexohet. Zonja Prenda, unë do i kisha lut ju që të shtroni pyetjet e radhës. Po, keni në dorë edhe disa vepra të tjera për votim. A mund të na zbuloni diçka rreth tyre dhe në cilën zhanër i më pëlqyer aktualisht, poezi, prozë apo monografi? Në fakt, isha një përmbledhje, mendoja të bëja diçka për e një digjysh që kur kemi bezë në vërç, fshatit tim, të bëj një monografi diçka për fshatin, mirë për kom lënë pas një kohë, kur të kam mundësi me dalë dhe së fotografi disa pjesë fshatit i kam përmbledhje të tipit. Mirë po me në monografi kam mendu me pauzu pak, se gjithmonë më konë interesuar më shumë të shkruaj për fëmijë, mirë po rrjedha e shkrimet dhe takimet e mesht, ka njëherë detyrimisht do të më marrë diçka me shkruaj për monografit, mirë po obligim moral e njerëzor, edhe kam frikë që mos t'i mbesim bërç, të shkruajmë për dëshmorë të parat dhe jo edhe për njerëz e këtij rutini. Po, jam të bërum në drejtim. Mirë po, të thënë drejtën, është e keqja e kësaj se na kuptohet, ju e dini edhe vetë si jeni si krijues, është një kosto që kushton drejtë shumë. Me libet, mandej përkoje kem shumë pak. Ne njëm edhe si obligim moral të shkruajmë, unë jam vetë dhe fjallë në bajsë i familjës edhe do të nga njëherë me hiqë edhe prej... Me qënë keni tek zhanri monografik, që keni pas goxha për kushtim. Sa bashkëpunues kanë qenë për shembull bashkëfshatarë tuaj, apo njerëzit për të cilët ju keni synuar të grumulloni bazën materiale, po e them, pra që duhet historitë, fotografitë, ngjarjet, datat. Sa bashkëpunues kanë qenë njerëzit, a ishin të interesuar të dokumentoheshin këto ngjarje, apo mbi gjitha, a ka lexues të këtyre zhanreve? Po kur bëhet finalizimi i librit, ka shumë lexues, ka shumë të interesuar, po dhe kur bëhet finalizimi i librit, po kemi edhe shumë probleme dhe shumë ngecje. Kem njerëz që bashkëpunojmë edhe ofrojmë material pa hezitim. Ne nisna prej librit monografi që kam për grotë për atë komunës Vërshtres. Janë 100 femra të komunës, bisë komunës tuan. Qa do të thotë se komuna Vërshtres është një qytet i vjetër, një qytet i lashtë, por një qytet i vogël. Do të thotë në këtë qytetin tonë të vogël, unë kam cekë edhe kam qenë shumë biblioteka që do të thotë komunitur në Francë, në Austri, në Suedi, në Danimark, edhe kam cekë shumë herë kur kam bërë promovime atje se qyteti jonë është një lagje vogël, e do të thotë me një lagje më të vrohen ishë më pak se 100 femra. Edhe me fillu për 100 veta me mbledh material. Dikush ta ka këtu materialin, dikush ka hezitu, dosh me kërkus disa herë, me udhëtu, me dal. Me dal është edhe prej orarit punës, mu ka kushtu edhe dalja nga orarit punës. Unë është aja ljudja psisike, unë është tam ka
Po e quj me naj me ditje, mrena ditje këm dorë për punës, jëm dëshkuar, mirë po dashuria e lidit edhe forcat të tjirët të aty në nanave dhe aty në motra, ka bo me ruptuen. Ka dalë se është X personi, nuk po du me donat e familjarit tem. Dhe diçka që është absurde, sepse mbi gjitha gjaku është I njëjtë dhe Gjaku është minimalisht ne du ta marrim në aspektin, në sensin pozitiv, sepse pse janë femra, ato janë dra për këtë tokë. për këto. Dhe duhet gjithmonë, kjo është një lloj thirrje edhe nga ana jonë si radio, por edhe si shkrimtar të jemi, në qoftë se cili do shkrimtar synon që të shkruaj për një fëmijë, për një burr, për një grua, duhet ta marrim sensin pozitiv, sepse gjaku I njeriut nuk duhet humben, sepse fundit ka rënë. Për këto. Ka lidhje, se më duket shumë drejt shkurtër për çdo njeri që e sheh në aspektin është femër e çaj duhen dhonat e njeriu tim. Po njeriu jot për këtë tokë ka dhënë jetën, është vrarë për të. Pra duhet të vlerësohet, të çmohet, të përjetësohet së paku përmes fjalës. Unë shumë herë thamë, po mirë, na po fillojnë bazamentin, po vazhdoni, shkruni, nuk do të thotë une, le të vazhdo dikush tjetër, po ki material, afroj dikuj tjetër. Qëllimi është le del në dritë ngjarjat që ka ndodhur. Unë e di se kam qenë këtë kohë në luftën e Kosovës, sikur në Drenicë dhe në këtë pjesë të Shalës e kënej. Kontributi I nënës e motrave shqiptare ka qenë shumë I madh. Ato asnjëherë s'kan ditë që është frika, unë e di kur kena dalë për fshatit. Edhe nëna ime ka mbete fundit me një tjetër këpëshika ato që kanë dhënë bukën e fundit për ushtrinë shërimtare. Derisa ata të vetë që kanë thonë, esni largoni se po jeni të rrezikune. Se cila në të mënyrën e vetë të veshmbathja, të ushqimi, derisa për të fjallë kanë dhënë edhe jetën në prag të shtëpisë ose në rrugët kuotidiane. Do të thotë që kontributi I nënës dhe I femrave shqiptare vërtet është për të admiru. Tam nga njerë në asnjë popull në botë nuk e di që mundë me pas pamna më të forta moralisht se femra shqiptare. Faleminderit. Po zoti Gzim, na fal se ndoshta e zgjatëm pak. Jo, nuk ka kurrë probleme, ne jemi këtu për të folur, për të zbërthyer, për të shpalosur, qoftë nga kujtimet, qoftë nga krijimtaria. Unë nuk e di nëse ka mbetur diçka apo do të shkojmë tek pyetjet përmbyllëse të këtij emisioni. Nëse shkojmë atëherë, unë do të kisha pyet zonin Ymrie Beqiri, çfarë këshilla do t'i jepni të rinjve që duan të merren me shkrim dhe në fund çfarë do të doni që publiku të mbajë mend nga krijimtaria e Ymrie Beqiri? Të rritë I këshilloj se këta I kanë mundësitë dhe e kanë ma letë me fillu se na, që vërtet le të shkruajmë. Nuk kemi popull që s'bojmë diçka, që s'shkruajmë, se zakonisht kom dëgju që populli jem shumë pak që shkruajmë. Ne shkruajmë mirë, po mirë është që duhet jem të madhëzshëm, edhe rinia I kanë mundësitë shumë më të mëdha, më të mira se na le të shkruajnë. Le të lajnë për gjeneratat që vinë më shumë, edhe e kësha lutë jo për unë personalisht, për së në kryus, për të kohë për më ledhë, ose të shkuat ose të komentuat një monografi, ose diçka që linjet për të ardhmen, lesë përkrahet ose moralisht, ose po thamë financiarisht, bilis poko atonën morale, me ofru materialin, edhe me na përkrahet. A keni edhe diçka që ka mbetur pa e thënë dhe keni dëshirë ta thoni? Ndoshta pyetjet tona nuk kanë mund të artikulojnë ose ta përmbledhin atë që ju keni dëshiruar. Ta keni dëshirë të thoni diçka që nuk ju kemi pyetur. Do të ekzemën kam edhe dy poezi. Njëra titullohet Mos trokit dhe në fund të poezisë kjo do të na tregoj pse titullohet kështu. Okej. Mos trokit në derën time. Mos trokit sonte. Era mjafton të trazoj heshtjen, kam ndezur vetëm një dritë të vogël. Sa për t'i parë kujtimet që
shkeli nga falë. Mos trokit, se zemra të njeh mirë, se çdo hap që vjen nga rruga, ka mësuar të ruhet nga tingujt, të mos harroj plagët e vjetra. Nëse vjen me fjalë të buta, leri të hapa, mos i sill brenda. Në dhomën time fjalët rriten shpejt, behen premtim që vështirë se tike. Por nëse vjen me heshtje të pastër, me një buzëqeshje që nuk kërkon asgjë, atëherë ndoshta do të hap dritën, të hyj pak ajër. Jo, kujtim. Derën s'ta hap do të thonte, por nëse gjen dritën ndezur nesër, atëherë trokit një herë dhe prit që zemra të përgjigjet. Po, kuptova se na shkrimtar se përveç të vepra të tjera do të vargu lindë dhe edhe nga dashuria. Spontane. Ne dim edhe të dashurojmë edhe të shkruajmë. Edhe të urrejmë edhe të largojmë edhe të afrojmë. Të gjitha nga fakt. Ti ke bërë padi vetes tënde, pasi unë të lexoj edhe këto vargje të poezisë të fundit që do lexojmë për ty sonte. Padi vetes sime. Sot i ngrita padi vetes në gjyqjen e heshtër të shpirtit. Ku unë isha edhe gjykatës edhe fajtor, dhe dëshmitari të rishtimit. E padita për heshtjet e gjata, por duhej të flisja me zemër, për ëndrat që lashën në rrugë, nga frika e një rrugë tjetër. E padita për zemrën që dridhej para dashurisë së sinqertë, për sytë që po drejt tokës, kur duhej të shihnin drejt qiellit. Por pastaj, u ngrita e thash, ndoshta faji s'është pa plagë, se jeta s'ka ligj për të ndjeshmit, as burg për një shpirt që ka humbur pa dritë. Në fund, gjyqi u mbyll pa det, vetëm me një vendim të butë. Do të flasësh vetja ime, por mos harroj kurrë se u padita. Faleminderit. Faleminderit juve, kontakt. Pak vetëm do të paditë mas shumë sekret, sepse sinqerisht u kam bërë shumë padresi në jetë dhe nga njerë do të ju të falem, po mirë, po të paditën vetën për që kanë lejuar të veprime, po na kanë imponuar se njerëzit sinqerisht është pak problem në këtë shoqërinë tonë të jesh i sinqert edhe drejt. Edhe gjithmonë na bëhen padresi. Nga njerë e kom padit vetën pse edhe i kom falë nashta. Ose padresi që më kanë bëhen, mirë po, si që është dhe poezia, na duhet të udhtojmë edhe duhet të ecim e të ndërtohemi në poça të tokës. Faleminderit. Po soticim? Unë si që pyeta më herët, pra do të kishtë diçka për të na thonë, nëse ne nuk kemi arrit të përmbledhim brenda pyetjeve tona, zonë apo I ndëruar ka njerë, nuk gjojmë as tonë, por për të kryer pjesë e emisionit tonë, pse se folëm këtë pjesës, se prekëm këtë temë, nuk e di. Prandaj ne po ofrojmë këtë mundësi. Mjaftueshme për të dëgjuar çdo gjë që i thoni, pasi është shumë e rëndësishme për dëgjuesin, sidomos besoj për krijuesit e ri. Faleminderit. Mirë po e jemi është vetëm të them sërish të shkruajmë edhe të shojmë gjërat që vinë, të diçka. Unë e tash kam notuar shumë edhe tjera në shumë biblioteka, isha shumë mirë, por i kanë kondet vendlindjes që gjithmonë autorët e vet, ata i ruajnë me shumë i ruajnë shkurtjole veprat e autorëve, pjesë sigurisht që secili vizitor ose dikur tjetër njihet me atë historikën aty vendi aty fshatja apo edhe që tjetër. Na duhet shujmë për hir të së vërtetës edhe për hir të ardhmes që vinë. Diçka tjetër nuk e di që kam diçka për me shtu, ju gjithçka përreket, mundu me forca të pak,
është më i përgjigj, nështë edhe s'ka mujt diçka. Mesazhi më i fuqishëm besoj do ishte nga ju për fëmijët e qytetit tuaj, ata të cilët e frekuentojnë bibliotekën ku ju edhe e drejtoni tashmë. Besoj që ato libra që janë aty është mirë të mos bjerë pluhuri i harresës, jo pluhuri real, pasi ju jeni aty për të mos lejuar një gjë. Por mendoj që thirrjet tuaja jo vetëm në këtë podcast, por edhe në rrjetet ndryshme sociale, në podcaste të tjera, pavarësisht edhe në radion tonë jeni e mirëpritur sa herë që ju keni diçka për të sjellë. Është bukur të punohet me të rinjt, që afrojmë pranërit, i largojmë jo përfundimisht nga interneti, por nga interneti të marrë më të mirën, librin ta përqafojnë fort. Të thënë drejtën, punoj shumë këtë drejtim, pak mu mjojnë si pak ftyre e vrash pak e ronë, mirë po unë shprej shumë dashni edhe e rinuëm për jam mesin e fëmijëve, por çdo mëngjes nuk më duhet me vinë në vërë shkollës, ose posat për qafimin e tyre, edhe kur hym në bibliotekë, orë pasore që e frekuentojnë, ju flasë shumë për libra dhe i shoh që kanë interesim. Unë gjithmonë që ke fjallë edhe te pjesa e internetit, që të them drejtën, ju ka interes me të leximit, mirë po ne duhet të jemi ata që i prekum të pika që duhet të shtyjmë dhe të nxisëm tek libri, ta duan librin, edhe vërtet unë jam shumë e kënaqur se isha që ka interes të leximit, edhe ndina shumë e kompletuar mesin aty në Engjë. Edhe çdo ditë, edhe kur hin në punë, edhe kur dal, kam faleminderit Zot që ekzistojnë edhe që i kemi të Engjë, edhe të kanë një rrugtim të mbarë. I vërtet e kuptoj që ju keni një punë të vështirë, mund ta them një punë të vështirë, por një punë që nuk do të pushim, sepse është jo e lehtë për të gjetur atë pulsin, të cilin e prek tamam në damarin e duhur për të rikthyer tek ti. Shohim për shemb që fëmijët janë të prirur të bëjnë edhe detyrën e shtëpisë nga interneti. Kjo është fatkeqësi në që të dojmë. Sepse nuk e kuptojnë sot, por në qoftë se vazhdohet kështu se kuptojnë kur, se ajo që ne marrim nga interneti nuk e prodhojmë vetë është një pjesë e trurit e vdekur. Dhe nuk do ta lejojmë. Ajo është për në jam nona dhe jam gjyshe dhe shumë edhe këtë tonë familje flasë dhe në fëmijë në biblioteke për cili, sepse teknika është diçka për shembull ose teknologjia është telefoni apo stadioni është diçka e pashpirt, mund të djegët se mirë po gjithçka na duhet të lexojmë përmes librit edhe të kemi në trunin tonë. Nëse nuk lexojmë edhe nuk përgatitëm na vetë për të ardhmen teknologjia është sikur që të jorë sikur e shkum deti. Nuk funksionon, nuk është thelpsore edhe nuk mund me pas ato rrojnë të dijes sikur çka morëm prej librit. Është vërtet kjo. Faleminderit përgjigje, zënë Emri e Beqiri, unë bazë të kësaj çfarë ju na thatë sot nxorra dy konkluzione shumë të rëndësishme, pra sigurisht se edhe ne si krijues jemi ballafaquar me këtë dhe ju bëhet ftesa edhe të rinjve që të vazhdojnë të shkruajnë, të lexojnë, mësojnë, pra të krijojnë vetën, sepse ne jemi mësuar në përhistori që historinë tonë të na shkruajnë të tjerët, dhe nëse sot ky brez ja lejon vetës që të historitë na shkruajnë prafshinjet tonë, siç kanë shkruar 1000 sa libra, kryesisht duke na vrarë, shantazhuar, okupuar, dhe duke shkruar përsëri libra për të na nxjerrë neve jo viktima, por fajtor, pra ne po ja lejojmë sikur vetës nga pak, është edhe ajo pjesa e fajësisë tonë, pra siç e thatë ju, sepse njerëzit po ngurojnë t'i japin dhënat, apo shumë nga individ brenda për brenda dheut tonë, brenda për brenda komunitetit tonë, pra nuk kanë dëshirë që shumë të vërteta dhe të dalin brenda kësaj kohe, pra është një vërtet e dhimbshme dhe një kërkesë juaja shumë arsyeshme që të rit pra të shkruajnë, të krijojnë gjithçka, mos ta lejojmë qinjet tanë të shkruajnë për ne, sepse pastaj do të ishte e dëmshme. Dhe e dyta, ajo që ne konkludojmë nga ajo që thatë ju, sigurisht se njeriu duhet ta ketë inteligjencën në kokë fillimisht, pra duhet ta mbush kokën e vet, e pastaj të jetë i varur edhe nga inteligjenca artificiale apo inteligjencat e tjera, siç
quhet sot në kohë, sepse baza është mendja njerëzore. Pastaj të tjerat vinë radhë, ato janë një ndihmës që kush din t'i përdor, ato janë shumë pozitive. Pra këto dy mesazhe unë mendoj që ja përcollëm opinionit tonë dhe publikut tonë që na shikoj dhe dëgjoj, dhe unë ju falenderoj për këtë. Zonja Brenda, kemi edhe diçka apo do të shkojmë tek mesazhet dhe ndjekësit tanë? Do përcjellim mesazhet që kanë janë gjithë shumë falenderues për fjalët e bukura që përcjellin, për mbështetjen, për kohën që na dhurojnë. Faleminderit. Hasie Ramadani. Përshëndetje Radio Sibila të Veriut, të nderuar shkrimtar, udhëheqës të emisionit, shumë të rëndësishëm për popullin shqiptar në gjitha trojet suksese. Shumë faleminderit profesoresh që je gjithmonë me ne, je mrekullueshëm. Shpresa Zurnaci, mbrëmje të mirë, emision të parë, mikes tonë Mërije Beqiri. Uroj suksese dhe faleminderit e respekt dhe për ju bëjtë. Saliha Kodra Rama, përshëndetje juve, përshëndetje edhe për ju, mike. Miranda Troci Derë, muaj të mbarë stafi Radio Sibila të Veriut, suksesi emisionit tuaj si dhe të ftuarës sonte, mikës së çmuar të penës nga ushtria e Mërije Beqiri, nderim urimet më të përzemërta. Nga ana jonë, përshëndetjet e falenderimet më të mira për ju, Miranda, e një muaj të mbarë. Hasie Ramadani, përshëndesim edhe mysafirën tuaj, poeten Mërije Beqiri. Fatmira Limani, urime, suksese respektush, drejtues të emisionit dhe pjesëmarrja në program Poetja Mërije Beqiri. Shëndetje mbarësi mike, Helena, urime Mërije, na emocionove, të lumë të goja Brenda Sejdia. Faleminderit Elena, të përshëndesim mike. Bona bazi, mirë mbrëma miq. Ju uroj sukses emisionit tuaj të Radio Sibila dhe në veçantë urime mike nga Kosova e Mërije Beqirin. Pasi vërtet është një vlerë për kombin shqiptar e urime. Ju falenderoj, ne urojmë shëndet edhe ju, mike bona. Mimoza Hoxha Agastra, mirë mbrëma e suksese miq mision. Suksese edhe për suaj. Faleminderit, shëndet e suksese edhe për Mimoza. Hasie Ramadan, në qytetin tuaj ka pas shumë femra të vrara. A ka pas edhe femra të lënduara shpirtërisht, mendoj të dhënuara? A e dini numrin e tyre dhe a e keni kushtuar ndonjë? Zonja Shqipyr është profesoresh dhe sapo të mbaroj edhe një mesazh, ju mund t'i ktheni ligje. Mirëmbrëma, kalofshit bukur e një muaj të mbarë, thotë Ylke Shala, ju shëndesim e falenderojmë ju dhe secilin mik dhe mike që sonte ka komentuar në funksion ton. I përshëndesim për një muaj të parë, faleminderit që jeni gjithë. Fjala për ju. Po nderuar, kuptohet që në qytetin tonë sa kam informacione di që ka edhe femra zënume. Mirë po, të thëmë drejtën këtë pjesë nuk dojnë me prek shumë edhe rrethe dhe familjarë. Është problem se të na duhet shumë të edukuame të në atë pjesën që na duhet gjithmonë të thuajmë stop dhunës së pa drejtës që na ka bënë, nuk është turp të flasim para atyre që u bë gjenocid edhe masakre thashë dëbime dhunime në vendin tonë. Unë e di me librin kur këmbu promovimin, por dalë prapë të libri për fëmijë, mund së e dim nga thonë këtu në salë kime pas edhe sërë, përse dikush tjetër edhe pse për mërguzimin për pletë në shtatnisa të rëzikote edhe fëmijë jëtë. Po pse ku guxojmë na me heshtë, por na s'kena bo luft me shku me sulmu aty në Beograd. Ata e nana kanë sulmu në trojet tona, në shtëpiat tona. S'kan kursy as mirë në djep, as gratë e mëshurën, e di që një gru paralizjen hi e kanë djegën në shpe mërena. Çfarë foj ka pas një gru në mosh e paralizune me një që është shtëpi ose një smit në djep që u djegë. E na hezitojmë ende, jetojmë ata se mos të flasëm, mos të shprehëm, mos të tregojmë se çka ka ndodhur këtë popull. Edhe kjo është ajo që di që ka zonu me mirë, po nuk flasën dhe shumë herë kam shumë takime me shumë gra e motra dhe gjatë dim që mund folni, rrethani, suni, na jemi për ata.
ose shujës, unë e merr dikush tjetër, në dëgjojmë diçka, mirë po në do të ketë të qesëm drejt këtë rrugtim i jetë këtë periudhë lufte që sinqerisht nuk bëhet luftë me poshtë, luftë me listë që kanë bërë ata. Ata s'kanë bërë luftë drejt për drejt me ushtrinë shqiptare. Ata kanë bërë luftë veç me gra me fëmijë. Mirë po hezitojnë, nuk e di pse hezitojnë, mirë po ne jem për këtu, qa di që dikush ofron, unë me pa tjetër do të gjoj forcë edhe do të shuj edhe do të duplikoj. Faleminderit shkrimtare misionare. Por si dia shpoza mirëmbrëma më ju drejtues e radios Sibila të Veriut, urime për emisionin dhe të ftuarën. Faleminderit për komentin dhe për kohën. Leme Ahmeti, përshëndetje drejtuesit e emisionit Zotin Zim dhe zonjën e mrekullueshme mbi Brenda Sejdia dhe Poerie Peçi. Suksese ju me kënaqësi e suksese. Faleminderit shumë Leme. Elizën Elvira, përshëndetje dhe respekt miqtë e mi shqiptar Brenda Sejdia dhe Geraj, Majtë Mbar. Majtë Mbar Mike, shëndetje mbarësi, faleminderit secilit dhe ju për komentet, për kohën, për urimet, gjithashtu urime shëndetje çdo të mirë për ju. Besoj që e ka marrë përgjigjen edhe zonja Hartie. Kemi edhe 40 komente nga njoftimi i përgjë në Radio Sibilat. Nasina Arsani, suksese, respekt. Rudina Papajani, suksese. Shpresa Zurnaci, mbarësi. Betina Qehaja, respekt dhe suksese. Asmira Madani, suksese në emision dhe punë të mbarë. Fatmira Limani, suksese, respekt për emisionin, sikurse suksese respekt mikes sime është pjesë e emisionit. Halil Tetaj, urime dhe suksese. Isof Gjaferi, një duar trokitje. Isof Gjaferi, respekt. Lumëtorie Fortuzi, urime suksese. Lumëtorie Suleiman Drenica, suksese të mëtesh e respekt. Ardian Palaj, suksese. Laureta Malaj. Urime për emisionin tuaj plot vlera, miqtë e mi të dashur. Suksese sa pëjtë e sonë, ju uroj një muaj sa më të mbarë. Boris Edia Shkoza, muaj të mbarë për të gjithë, urime të suksese për ju dhe të ftuarën. Ju falenderojmë me shpirt, ju urojmë shëndet, suksese, mbarësi e gjithë shka duhet për ju e familjet tuaja. Faleminderit ju që keni pëlqyer. Sibila e Veriut, Zimajgera, Juri Keshana, Eratie Zymberi, Abdullahi, Adia Shmala, Robert Koqo, Elmira Rama, Shaban Zenela, Idulci Majdari, Repifati, Zetina, Luli Mostafaj Tishuka, Shpresa Zurnaci, Rudina Logo, Dava Preshev, Vitore Matoshi, Arsene Rama, Shpresa Funda Gjergji, Naivi Humbur, Pjetër Bataj, Lendita Iseni, Lumëtorit Suleiman Drenica, Vera Potti, Shpresa Paloja, Miranda Trocideti, Lumëtorie Fortuzi, Laureta Malaj, Merita Vuka, Muja Aida, Rudina Papajani, Ilia Zereqiqa, Safajet Elezi, Aketina Qehaja, Bianca Dusha, Bejtullah Meftarja, Perdita Tartari Qipa, Altin Shpendit, Fatmira Limani, Blet Mava, Visela, Ibor, Idja Shkoza, Kristina Prishti, Tapri Trako, Alma Imaj dhe Gentian Sara. Përzemërsisht falenderime se cilit për jush, paqe një muaj të mbarëndur. Me suksese e mbarësi të gjithë ju miqtar të që i kemi. Faleminderit shumë. Tani besoj që dhe misionit tonë i ka ardhur fundi, para se të largohesh, cili do të ishte mesazhi juaj qoftë për miqt, qoftë për shokët, qoftë për komunitetin e poetëve dhe shkrimtarëve, por edhe për trit. Të drejtën, mesazhi im është të poetët të jemi bashkëpunues, mos hezitojmë të cilë mesazhe, të cilë materiale, bashkëpunojmë edhe secilën pjesë, secilën titull, për të juar të dhon pak fryme, të dhon pak dritë. Veç bashkëpunimi edhe sinqeriteti, sinqerisht na bën më të bashkuar edhe unë me arrit çdo qëllim. Ju përshëndes gjithë e uroj secilit veç e veç shëndet edhe suksese në zëllëmit jetës.
Faleminderit për ne ishte kënaqësi që ishe sonte. Kënaqësia ishte ime, faleminderit shumë për juve për ftesën. Vërtet keni bërë ndije mirë dhe privilegjuar që jam në mesin edhe në këtë mision me ju. Ju uroj shumë shëndet e shumë suksese, ju dashur Zotit të marrën e të mirën. Edhe realizimin e shumë misione të tjera. Faleminderit gjithashtu. Shëndet e të mirë. Faleminderit zonja Ymrje Beqiri që ishit mysafirën e emisionin tonë, nderuat me shpalosjen e krijimtarisë suaj, na nderuat neve, nderuat publikun dhe opinionin e gjerë. Faleminderit shumë edhe një herë për mundjen dhe kontributin, mesazhet që sollët për gjithë ato që përcollët për te publik. Faleminderit juve zonja Brenda Sejdia në ndihmesën dhe kontributin që dhat në emisionin e përbashkët që ne të dy e drejtojmë, pra dhe duke uruar shëndete të mira, duke uruar suksese për emisionet e tjera. Përshëndesim edhe shikuesit dhe dëgjuesit tanë me një mbrëmje të bukur dhe një natë të qetë e të mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Për gjithë punën që bën në podcast. Faleminderit.